Sot kam ftuar në Rap Talk Kiti Sylla, bro, mirë se erdhe, shumë faleminderit që pranove ftesën. Mirë se u gjeta, bro, shumë faleminderit për prezantimin. E kam prit gjithë jetën një gjë të tillë. Shumë faleminderit. Jo më kot je pjesë e Rap Talk, bro, sepse ti je pjesë e kulturës hip-hopit me patjetër që po në çdo aspekt gati. Pra ti kërcen, pikturon, gjitha gati. Po që do t'i zbulojm avash sa po të eci intervista. Yes, si fillim doja të pyesja, bro, si është prezantimi jot? Si ishte prezantimi jot me botën e artit? Si ja niset, ç'a vazhdove më vonë? Me të thonë drejt, kam vizatu që 5 vjeç, kam vizatu në letër, normalisht, edhe më vonë pastaj menoj nga viti 2008, Okej. te vdekja e Michael Jacksonit, jam fiksu me kërcimin shumë. E kam nisë duke imitu Michaelin, pastaj të mësu jo Dagi, jo Jerk, jo këto gjanat e tjera. Aq ko kam sa të njoh dhe di që Michaelin e ke kështu. E ke pas pik dobët. Pik dobët. Edhe kështu, pastaj në lice, në akademi, që kam vazhdu tamam me Okej. që u Pra bo. piktura ishte prezantimi jot për ta nis paktën për të fut komën në art. Yes. Pastaj normalisht kërcimi ishte i mënyrë. Gjithë jetën e kam thonë këtë, pa them prap, vizatimin e kom të lind me ndërsa kërcimin e kom të mësume. Okej. Kështu që E ke të stërvitur Po, domethënë. prandaj ndoshta kam edhe frikë me hyrë në për battles, kështu në kërcim se nuk është që jam confident mjaftueshëm. Okej, pra interesi jot për kërcimin, më saktë ishte thjesht duke pa Michael Jacksonin, duke u frymzuar edhe nga artista të tjerë, di që edhe Chris Brownin e ke pik dobët gjithashtu. Ekstrem Se ai shumë. të paktën tani është gjallë dhe ai vazhdon e shef surprizon vazhdimisht. Ai është, nuk e di, për mua domethënë jashtë për momentin ai kudo që ftohet e krahasoj në Michaelin, thonë që është edhe greater se sa ai, as ai vetë nuk e pranon normalisht. Po nëse e kap nga pjesa skillful, edhe mund tjetë, si me thonë të pjesa se të bësh backflip, se të knosh një të nko. Duhet t'jesh i far artisti dhe i fani çmendur me e bëhet punë. Ti më the që ke ndjek liceun artistik dhe Akademinë e Arteve për të njëjtën ndek, pra për pikturën. Po. Si të ka ndihmu kjo zgjedhje në formimin tënd personal? A ja vleti liceu ose akademia? Tash e kena marru shkollën të dy, nuk i ngel atriacionit. Jo, më as nuk na ngel njëri klasë. As atëherë s'do t'i ngel të atë. Okej. Po që në lice, me thonë drejtën, më shrit vetë besimi se nuk e kam prit, kam dali pari në konkurs. Okej. Pastaj në akademi, nuk kam dalë, si me thonë, aty ku kam dasht, po still, si nxënës nuk kam qenë nxënës si mje, me thonë drejtën. S'kam nejt shumë klasë ose kështu që as teknika se kam su shumë aty. Thjesht kam shku më shumë ka animu me pjesën, më njoft me artista tjerë, ti e di shumë mirë se aty është tamam bot arti. Po, normalisht. Dhe unë them që besoj që një benefit shumë i madh për artistat e ri, për ato që janë që të vegjël, e mira është që ta rrethen veten me njerëz që kanë po tjetër interes, sepse do shkëmbesh ide, do rriteni nga njëri tjetri dhe normalisht një nga arsyet që shkolla e artit është e mirë për artistët e ri është sepse ke të bësh me njerëz me të njëjtin interes si puna jote. Kështu që normalisht, po kultura e hip-hopit, bro, se jo më kot thash të prezantova në fillim që je ftuar në Rap Talk sepse je në çdo gati cep të artit ku vjen puna dhe të kulturës hip-hopit, çdo gjë që e përfaqëson. Si të ka ndihmuar kjo kultura e hip-hopit në punimet e tua? Daçën kërcim, daçën pikturë, a e ke lidh kulturën e hip-hopit? No, është hip-hopi se hip-hopit është ka lind nga struggle. Okej. Do thonë kur s'ke. Në Kosovë thonë nga skamja. Okej, nga skamja. Po, edhe vetë nga që sërse kom pas shumë i vogël, normalisht tërhiqesh nga ajo që jeton. Edhe mund të them që gjoja parë, vizualja parë që kam marrë mrena me hip-hopin, si me thonë, mund të ketë qenë pjesa e Eminemit të 8 Miles, që është pjesa e banjos, duke pa veten pas hyrë pak para se me dalin në battle. Cold. Po. Cold. Shumë e forta. Edhe ajo ka qenë ekstrem e fort që pastaj nisa shkoja te këto rrobat e përdorme, blia hoodie gri, tuta gri, veç për mu duk ashtu. Pra influenca ishte e madhe kur vje puna. Eminemi gati çdo lloj brezi, vetëm ato që mund të jenë nga 18 vjeç tash, po brezin tjetër gjithë Eminemi ka influencuar pafund. A zgjodhe pikturën, artin si një diçka për t'u shpreh, për të tregu veten më shumë ti ose për të shpreh një diçka, një mendim që ti ke, apo ishte thjesht një skill që doje ta vazhdoje? Mund të them që arti më ka përdorur mua për mu shpreh. Si më thon, më ka thirrë vetë që hajde shprehu këtu.
se normalisht secili ka ato gjërat e veta. Po, patjetër. Edhe un jam edhe tip impulsiv, kështu që sa më e prish diku, më mirë bëj. Po i derdh ato emocionet në flet në këtë rast. Ose edhe në kërcim, pastaj besoj kërcimin e ke dorë me një për një terapi apo? Ajo se ta thash edhe më herët që dilema më e madhe për mu është gjithmonë mu çu me kërcy apo mu ul me vizatu, se është edhe BPM-i i zemrës është shumë ndryshe. Edhe po zakonisht e bëj pak para se me vizatu, bëj pak nxehme duke kërcy, pastaj ulem me vizatu, që e bëj kështu si rutinë timen. Okej. Po që t'nimo më u shfry. Unë s'kërcej, kuptimin që nuk jam a pro, si ty jo, po kur vjen punë, pa mirë. Më le të elaboroj. Kuptimin që unë s'di me kërcy, bëj kot dhe prap kërcej edhe ndihem super mirë mbrapa pastaj, kështu që vetë trupi bro ka nevojë me çliru, domethënë ai tip workouti është. Po, patjetër, nxjerr komplet gjitha energjitë negative që mund të kesh, e stako trunin. Po.